kjo është një foto që tregon dhe pasionin që ka për motorët. Tani, Eralda po i drejtojmë kështu. Ky pasioni vijon të jetë i tillë ende dhe si jeni përplasur me botën e komentuesve vërdallë. Se kam pak më batutë për ta thyer pak të situatën e krijuar, sepse duket që ndonjëherë është krijuar ajo shembulli tipik që asnjëherë nuk duhet të guxosh të eksplorosh fatkeqësisht të mendjet jo të shëndetshme, por ky është realitet. Ke shumë të drejtë se të thua, por arsyeën e vetme sepse shembulli tipik që ne kemi projektuar në mendjet qoftë ato të shëndetshme, qoftë ato jo të shëndetshme, është imponuar dhe kemi nga vetë individët, nga vetë ne. Çfarë do thotë? Nëse ne e konsiderojmë veten brenda disa hapësirave për të qenë të mbrojtur nga temet, nga gjykimet e të tjerëve, patjetër jemi ata ne që krijojnë barrierat dhe nuk krijojnë të tjerët që të na shohin në një stad tjetër, në një prizëm tjetër, në një mënyrë tjetër apo në një figurë tjetër. Pra, jemi ne ata që vendosim për veten tonë, nëse do të të bëhemi komponent të kësaj shoqërie në të cilën jetojmë, apo do të jemi më të distancuar sepse i përkasim një feje të caktuar apo jemi praktikantë. Por ashtu sa janë disa rregulla në fe dhe ne nuk i thyejmë apo nuk synojmë këto rregulla, që janë absolutisht të lejueshme për ne, kur është e keqja atëherë që ne të jemi, le të themi, praktikantë vetëm të fesë, por edhe praktikantë të pasioneve tona. Kështu që në këtë pikë, për sa i përket gjykimeve, nuk është se më kanë ndikuar ndonjëherë apo komentet, absolutisht jo. Prandaj thash edhe pak më parë që nuk e di ta quaj fat apo çfarë, mbase është pjesë e tipologjisë së njeriu, të cilin njeriu është krijuar apo konsuar le të themi deri në këto momente që flasim, por nuk më kanë ndikuar në asnjë një moment të vetëm. Sonte në esencë, ndër të tjera do të ndiqni. Artisti dhe regjizori Zehrudin Dokle rrëfen për herë të parë si u tmerrua pushteti popullor i Tiranës nga organizimi festiv dhe rinor i grupit Matura 72. Rubrika Amarkord tregon prehjen e shqiptarëve në varrezat e Tufinës në Tiranë. Esencë Arkiv flet për herë të parë në studio Iliriana Koleka e bija e Spiro Kolekës. Raporti i saj me pushtetin brenda dhe jashtë bllokut. Ditar nga e kaluara, çfarë përfaqëson data 20 mars në historinë e Shqipërisë? Esencë, sonte, ora 21